edhe këto vijat e kuqe nuk është që i preferoj. Me partin e parë, këtë rast lëvizjen vetë vendosje, nuk kemi deri në këtë moment kur farë komunikimi zyrtar. Nuk kemi pranuar ftesë, nuk kemi bërë ftesë, sepse ftesa edhe rradha dihet që shkon, mirë po realisht për shkak të programeve, për shkak të bindjeve politike, për shkak të koncepteve, është gjithmonë, më thonë, për mu është e preferueshme krimi i qeverisë me lidhjen demokratike të Kosovës. Unë gjatë fushatës zgjedhore do të thotë kam qenë kundër vijat e kuqe. Edhe këto vijat e kuqe nuk është që i preferoj. Sa i përket bisedave, po jemi në biseda dhe fatbarësisht asnjë barierë në komunikim me asnjë parti politike apo politikan Kosovë të ona ime nuk ekziston. Jam i gatshëm me të gjithë me bisedu. Dhe jemi në biseda edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën, edhe Nismen, edhe subjekte të tjera. Nuk kemi mri deri në atë fazën ku qysh do të me udo formula e qeverisë, po jemi tu bisedu. Nuk kemi mri në atë fazën me bisedu për çështjet e ndarjes së posteve në qeveri. Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë qartë edhe gjatë gjithë procesit parazgjedhor edhe fushatës zgjedhore. Renditja është e qartë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e dytë, i ka 24 deputet dhe asnjëherë në tavolinë nuk kemi pas kërkesë, nuk kemi pas ende temë se çysh ka më dok qeveria e jashtme e Kosovës. Se përket zgjedhjes sekretarit, dihet që i takon me propozu partia më e madhe. Dhe nevojitën 61 vota për me u zgjedhë kryetari i kuvendit. Une mbaj qëndrimin që kryetari i kuvendit do të zgjedhet përputhje me kushtetutën edhe ligjet. Dhe nuk besoj që duhet ketë pengesë në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Sa i përket takimeve, do të thotë me disa parti politike thuja se jemi në rregull, mund të marrë të faza edhe pjesa ku realisht flasëm për edhe formulën e komponimit të qeverisë, ndërsa sa i përket disa partive politike, e thash në këtë rast edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ne ende nuk kemi rrinë në atë fazë ku ta diskutojmë formulën e krijimit të qeverisë. Mirë po, unë jam shumë i hapur për diskutime, jam shumë i gatshëm për diskutime, nuk jam prej atyre që për ndonjë detalë apo të qes vështërsi në proces. Ne kemi marrë iniciativë si Parti Demokratike e Kosovës, i kemi ftu, i kemi taku parti tjera. Me partin e parë, këtë rast lëvizjen vetë vendosje, nuk kemi deri në këtë moment kur farë komunikimi zyrtar. Nuk kemi pranuar ftesë, nuk kemi bërë ftesë, sepse ftesa edhe rradha dihet që shkon, mirë po realisht për shkak të programeve, për shkak të bindjeve politike, për shkak të koncepteve, është gjithmonë, më thonë, për mu është e preferueshme krimi i qeverisë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe parti tjera të cilat kanë ulse në kuvendin e Republikës të Kosovës. Se përket çështjes presidentit apo të presidentes, unë jam i bindur që është proces i ndarë. Gjithmonë ka qenë sfiduese zgjedhja e presidentit apo presidentes në Republikën e Kosovës për shkak edhe mënyrës së zgjedhjes, sepse dy rundet e para kërkohen që të jenë 80 vetë prezent dhe është vështirë, nuk është e pamundur se në kalume ka pas koalicione me 80 vota, po është vështirë me u arrit 80 vota. Megjithatë, asnjëherë në Kosovë vendi nuk ka shku në zgjedhje për shkak të presidentit apo zgjedhjes së presidentit apo presidentes.